mirë se u takuam në emisionin e radhës e ndërthona këtë ndryshe prej se jemi mësu bashk edhe jo me ne edhe ne me ju me pa këtë emision. Por që rrethona dhe situata u kryua kësaj që vendi ynë sot e deri në të dielën është në ditë zije për ngjarjet e Koçanit, të cilat ndodhen dhe u shkaktuan deri tani që po flasim e që po e gjirojmë emisionin 59 viktima e shumë të plagosur e të lënduar nga ngjarja fatale që unë personalisht edhe në rrethin shoqëror me miq e kam quajt si tragjedi ballkanike. Ngushëllime familje, miqve të afërme dhe këtë shoqërisë së marrëdhënies së veriut, le të shpresojmë që kjo ka për të qenë ngjarja fundit e kopshme që ndodh në vendin tonë. Edhe njëherë, le të kalojmë këtë sfidë bashkarisht, sepse gjatë këtij emisioni kemi me trajtu edhe disa ngjarje paraprake, sepse kjo e fundit u kurorizu me shumë viktima, por që në dekadën e fundit ka ndodhur edhe disa tragjedi në marrëdhëninë e veriut, si pasojë e moskujdesit dhe shumë gjëra që na i bëjmë shkeleshka. Përshëndetje, shikues, edhe unë shfrytëzoj rastin të gjithëve t'ju shpreh ngushëllime për humbjet e tyre e familjarëve të lënduarve, ju them shërim sa më shpejt për të dashurit e tyre. Ne jetoni e tha që jemi mësuar me emisionin tonë të jetë pak më ndryshe, po duke e ditur që shteti jonë është në ditë zije, është e rëndësishme me potencu që emisioni është u gjiru të ejten, ditën e ejtë për të shtunën, dhe nëse ndryshon ndonjë numër ose ndonjë rrethon që ne do e përmenim këtu, të dihet që emisioni këtë javë është regjistruar ditën e ejtë, pas varrimit që është bërë në Koçan të viktimave të tragjedisë. Ne do flasim jeton për korrupsionin si fenomen, besoj që e kemi cek, edhe në për emisionet tona kemi thënë që përderisa politikanët ose njerëzit që udhëheqin me institucione, i marrin parët dhe i qojnë shtëpi dhe i numrojnë përpara fëmijëve dhe i thojnë hajde bab ti numrojnë sa parë kena fitu, e që në prapavi ndoshta ka korrupsionin edhe ka keqpërdorimet, pastaj këto ngjarje si Koçani, po jo vetëm Koçani, domethënë Tursi autobusi i cili u rrokollis, pa 16 viktima besa trans në Bullgari ku humbën jetën 45 viktima, Spitali modular gjatë kohës pandemisë me 14 viktima dhe Koçani me 59 viktima. Deri në këto momente që po gjirohet emisioni të ejtën e potencon. Është rëndësishme me cek sepse jeton e kemi diskutu. Miq tanë ndërkombëtar, sidomos Maqonin, po në përgjithësi vendet në Ballkan, ju kanë dhënë sinjale për një rritje dhe një kapje të korrupsionit të shteteve dhe njerëzve që udhëheqin me shtet. Besoj që jo vetëm Maqoni, po edhe në Kosovë dhe gjithandej, ky kancer është duke e hangër shoqërinë tonë dhe unë si prind po them, po besoj që këto ditë gjithë ne e kemi pas një pyetje çka me fëmijët tonë, sepse ne jemi këtu ku jemi, i kemi ba, do vjetë jemi rrit, tash duhet të punojmë që të sigurojmë të ardhurat e fëmijëve tonë, po nëse ne vazhdojmë që
ta ushqejmë korrupsionin, unë mendoj që do përsëriten ngjarje të tilla sepse nuk mund ne kur e banëm temat e emisionit, kur i përzgjedhëm e diskutuam, nuk mund kabla me kanë fajtor. Kablo, nuk ka faj kablo. Kabla është e dedikune, e marrune nga profesionistët dhe besoj që na karo jeton me punu dhe të shtëpia, kur e blen një siguresë ose një diçka të pyet ai shit si a ka ngarkesë, a ki ngarkesë, edhe ka do numra që profesionistat e dinë. Unë po propozoj jeton të shkojna të kthehemi ndoshta një vit e më shumë, po në vazhdimsi, po materialin që kemi zgjedhur është afërsisht gati një vjet, kur ambasadori i Amerikës ka dhënë një preskonferencë dhe ka folë për... Nështë pak para se me shku, kësha pas nevojë më lidhë të kjo tema të cilën TV që fillove, zakonisht edhe mua dhe njerëzit për shembull kur punojnë as qytetarë dhe Fadili në punë tona, në shtëpi tona ose në bizneset tona, kur thët ai mjeshtë shkablema një kabull, thët shkablema një kabull 2 herë 1.5 ose 3 herë 1.5. Edhe ti kur gjë nuk marrë menë ma shumë përveç atë informacë ta ka dhënë mjeshtri, sepse ti nuk je profesionist i fushës. Po në qoftë se ja merr ti pak ma lirë, thu 2 herë 1.5, edhe ajo është destinume për me lidh ndaj poç elektrik ose diçka të lehtë, edhe e lidh një kalorifer të 20 kW, normalisht ajo ku me shkaktu dëm. Po kjo po ndodh për shkak që qytetarët dhe Fadili, shoqënitë ballkanike, janë të korruptuar deri në palës. Tani më e kemi të drejtën e Zotit të trobit me potencu. Pa u bën një dekadë, kemi diku, veç në të momentet që po flasim, e kalon 100 viktima njerëz që me sa mund prindrit, familjarët i rriten e i edukojnë e i bojnë të gatshëm për mjë gjetë një ditë të vështirë, edhe mos kujdesi ytë që ti dënë me fitu pare, jashtë letëshëm, ja merë jetën njerëzve të pafajshëm duke ardhë në lokalin tonë ose në diskoteken tonë më të cilë të mira materiale. Qofse veç që nda mendin më marrë me këtë punë, vendose kablin ashtu që shduhet. Në spitalin modular, vendose kablin ashtu që shduhet. Mos u bë sebeb që ti me pas peng për gjithë jetën e dikujt që vërtet, që thuhet edhe në zhargonin popullor, janë nxinë jetën aty në prindve, e kur lot pe faqeve s'ju hiqen. Menoj që se cilin njeri dohet me u provu edhe mas fatkeqësisë që ndodhi, mas fatkeqësisë së fundit, na duhet me fillu edhe me rezonu, me provu, me reflektu, që të bëjna një punë ashtu që duhet. Kemi modele si që bëhet në Zvicër, nuk ndodhin këto raste në shtetet zhvillume. Nashta edhe ndodhin, po janë raste të lokalizume. Janë të lokalizume. Ne kemi bisedu jeton edhe me njerëz që i kemi atje. Po e pash edhe një material që është një diskotek shumë e njohur Rinora 4. Po, unë kam qenë vetë. Edhe ke qenë edhe vetë, dhe besoj disa shikus tonë pajtohen këtu. Ka ligj, e shpjegoj shumë mirë, ne nuk jemi njës të mirë të lëmis, për ata ekzistojnë institucionet e të cilat ne po thojmë që s'duhet të jenë të korruptuara, po duhet të jenë profesionale. Unë non-stop në këtë emisionin tonë kam thënë, patriotizmi tash është të jesh profesional, ta krysh punën profesionalisht. Domethënë nuk është më patriotizëm të jesh shqiptar, të jesh i mençëm, të jesh maqedon, të jesh ajo kjo. Domethënë të jesh patriot duke kryer për popullin tënd punë profesionale. Pastaj vjen çfarë nacionaliteti je, etj. Mu më thanë njerëzit
me të cilët bisedova jeton, edhe të afërmit të mi, tha, nuk mund me ndonë në Zvicër. Nuk ndodhë. Nuk mund me bletë cigare pa letër neftim. Nuk mund me inë në diskotek nën mosh. Nuk mund me ushit alkohol për njerëzit që janë nën mosh. Kabaret ose diskotekët... Nuk mund me hinë kazino nën mosh. Këtë kanë rëndësi. Ndaljet emergjente, si mba standardeve të Zvicrës, ishin për secilin njeri, në secilën pozit që ashtë, duhet të jetë 20 metra. Para mendoni çfarë matje precize. Domethënë, nëse një objekt është 1000 metra katror, duhet njerëzit prej këtu me pas derën exit në 20 metra lartësi. Fatkeqësi ka ndodhur gjithandaj nëpër botë të llojit të Koçanit dhe ne kemi përzgjedh pikërisht vendet që jenë cilësu edhe cilësohen ende, po edhe në atë kohë, në atë botë, jenë cilësu si të korruptuara jeton. Ne do shkojna me materialin e ambasadores që ka thonë që vendi është i korruptum dhe me korrupsionin duhet me lëshupe. Blerim, propozoj të angojna ambasadoren për shikuesit tonë. The public deserves institutions that can be trusted to follow democratic values with transparency and without compromise. For North Macedonia to overcome the challenges ahead and to achieve its goal of a prosperous, productive, and valued member of the European community, corruption cannot go unchecked. Corrupt actors must and will be held accountable, as this designation demonstrates. Under U.S. law, the Department of the Treasury must designate an individual when presented with strong evidence of corrupt acts and criminal offenses. The same is also true of the Departments of State and Commerce. The subsequent decisions of law enforcement, the judiciary, or other government officials here to further take action is up to them, and their decisions should be based on the laws of North Macedonia. But corruption, in whatever form it takes, should not be tolerated in this country. Those who have undermined the rule of law for personal gain at the expense of the people of North Macedonia should come to understand that corruption has consequences. And it is my hope that the people of this beautiful country will demand integrity from those with influence. Thank you. Saktë thanë në një moment, edhe sikur ambasadorja me paspaqit në ngjarje para se me pa ne. Më thonë, si pasojë e korrupsionit, edhe e tha një moment që, më thonë, korrupsioni ka pasoja. E pasojat veç po shihen. Më thonë, prap kem nevojë me thonë, duke u kthyer në kohë, nga spitali modular të tokë, kohën djeg 14 persona, e me radhë deri te tragedia e Koçanit. Më thonë, korrupsioni sjell këto që peshohen. Edhe tha që njerëzit e Maqonisë, autorët ose akteret e korrupsionit, ligjet duhet t'i mbajnë përgjegjës për veprimet që i bëjnë. Këto ditë ka pas disa arrestime, pak a shumë mu po më gjason si një situatë e hutuar, që është normal, besoj që një qeveri nëse i ndodh një gjë e tillë, mund pak me hup edhe renin, po kjo don pak ma shumë punë, pak ma shumë studim, pak ma shumë analizë. Ne e tham me jetonin, t'i lam mas pari vetë, dhe bëjmë vetë kritik, mos thojmë të shpija hajtëse. Gypi që kjo rrima hajtëse. Del shtikeri pak po? Po, del, thu hajtëse se prekin fëmija. Jo, mund me prek fëmija. Mund me u kallë.
Mos i le drita të kallë, janë të drita LED, do sene që po shihen për internet, po bajnë dam, sepse janë të dedikume dhe me kohë caktume, mos i le dhezë. Me afat skadence. Mund me qenë flejt, mos e bavë zoti, dhe me undezë dhe t'i gjindesh aty. Ne gjithë të dim çka mundet me arë si pasoj e zjarit. Shumë njerëz, po edhe pleqët tanë kanë thonë zjarit mos i dilë për para. Këta po e thamë sepse zjari ne e pamë që nuk pytë, ne do i shojmë edhe në Brazil, e njëjta ka ndodhë, po e kemi zgjedhë këtë ngjarje që ka ndodhur shumë vite më parë, ka pas shumë viktima, më shumë viktima se në Maqedoni. Edhe propozoj Blerim ta shohim animacionin që mos ta ngarkojmë publikun se këtu ditë edhe në siglen që hym në emision publiku e pa që televizioni Alsat ka qenë në majën e detyrës, në informim real time, me linqe direkte nga gazetarët tanë, respekt për punën që e kanë bërë të gjithë dhe jenë mundu që në kohë reale të informojnë njerëzit dhe duke pas shumë kujdes edhe me pamjet, edhe me privatësinë e familjarëve, edhe me rujt integritetin e njerëzve të cilët kanë mësu fatkeqësi. Ne do shkojna me një animacion, kjo ka ndodhur në Brazil para një 10 ose 12 viteve, ka pas e njëjta, diskoteka ka qenë Kiss, në shohë Blerim se ne do të diskutojmë, ka pas 2 hymje jeton, afërsisht ngjarja e njëjtë, domethënë njerëzit kanë qenë të stërmbushur, edhe çka ndodh, domethënë e njëjta, këngëtari me fishek zjarre, gjatë performancës prek në tavan edhe shpërthen zjarri. Shumë interesant sepse këtë analizë e kanë bë televizionet prestigjioze se si ka ardhur deri te numri i madh i viktimave. Ne e quajmë stampedo për ta kuptuar publiku që po thotë që tavolinat të cilat kanë qenë të vendosura në diskotek kanë qenë të vendosura në pot, në tokë. Domethënë kanë qenë dhe kanë pamundsu largimin e njerëzve. Shka është e rëndësishme me thamë, në diskotekën në Koçan nuk ka kanë e caktume objekti që t'jetë diskotekë. Domethënë kjo është në Brazil ku roja ose sigurimi nuk po i lën njerëzit me dalë në një derë që është exit dhe mendohet që atë është bërë gabimi dhe pastaj njerëzit kanë tentuar të ajet hyrja e diskotekës me dalë. Gjatë daljes ka pas edhe të djegur edhe të lënduar. E morëm Brazilin sepse shteti që unë menoj edhe kam analizu këto ditë, ne shohim shumë video nga Brazili që ja vjedhin telefonin prej dorës. Domethënë që është shteti i korruptuar, që nuk ka siguri. S'ka siguri, domethënë kërkush nuk vetas për policës. Për ndryshe, kompanitë e taksive i kanë në gjamat e ersu me folje të zeza edhe shofërshajme që i thojna, domethënë pjesën e... Mos më pa kushamrena. Mos më pa kushamrena heq. Për ndryshe, këto i kam të tregume nga miqtë e mi që kanë qenë në vizitë Brazil, domethënë nuk guxojnë as derën e banesës së shtëpisë me hap, edhe në qoftë se futet ujë apo diçka, sepse kishin metoda shumë të sofistikume me tregu nivelin e pasigurisë. Për shembull, po viket e dera, po derdhke ujë që më të hy ujë. Ati me menu... Me zvrimes, me menu që ka fillu për rjedh ujë, me qillerën edhe me fut. Hajni me vjetë. Donë ish ekstrem niveli sigurisë, 0. Dhe këto shembuj që bashkarisht i kemi përzgjedhur kanë bëjnë me mos funksionimin e ligjit edhe në vende ku ka korrupsion. E si pasojë e korrupsionit, ambasadori Aguilera e ka shpjegu. Si pasojë, është shumë e rëndësishme, si pasojë e korrupsionit. Edhe një sekond, Fadil, pas luftës në Kosovë, edhe hala edhe sot punon Radio Kfuri. Edhe i bëj këto reklama kështu, si me thonë,
jetoni e Fadili bashkë me Dejanën të takuan të rrethit dhe shkuan në Peshkem. Na duke mbivlerësu veten me inteligjencën tonë të ishëm këto reklamat e këforit e cilat pëjbën për një me, po në ishajnë inteligjencën. E tani me kalimin e vite, me kalimin e kohës, po minoj që ish pas dasht hala ma shumë reklamat tila me bo. Sepse neve pa na thonë çdo ditë, kujdes, 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 Na nuk marrëm vesh. Nuk marrëm vesh. Amerikanët e praktikojnë, unë kam qenë në Amerikë, e praktikojnë këtë që për thuti, edhe ndoshta besoj që edhe ty të kara me e pa që ne çuditemi me ata se nëse një poç elektrik ju ka djeg të shtëpia, e thirr servisin ose kompaninë e cila është e dedikuar për atë punë dhe nuk e prek. Ne dim gjitha. Ne dim migra aeroplanit, Vesh më manis. po, ne dim gjitha, ne dim me ndrejsh rrymen, ne dim edhe vjen pastaj, jos pas kanë ditë bashkë mirë. Po shkojnë atë një vend njëjtë, po këtë materiale kena zgjedh sepse në Maqedoni, deri në momentin kur ne po e gjirojmë emisionin, po e ceke, është e ejte, nuk përveç kryetarit të Koçanit, kryetarit komunës, nuk ka dhënë askush dorëheqje në Rumani në atë kohë, ka dhënë komplet qeveria, sepse ka qenë një fatkeqësi njëjtë e ngjashme me rastin e Koçanit. E propozoj Blerim që ta shohin shikues, t'ja rikujtojmë në Rumani pak me video se çka ka ndodhur. And gut-wrenching grief Ashtë në today anglisht, in Romania domethënë, following a njëjtë ashtë deadly jeton. fire at a nightclub in Bucharest. At least Në Bukuresht 27 ka people were ndodhur. killed and nearly 200 injured when the special effects at a concert apparently sparked a fire. Barry Peterson has the story. Është e njëjta ngjarje domosht diskotek e cila me fishek zjarre është ndezë. Domosht Rumania në atë kohë ka qenë në një qeveri shumë korruptive, po edhe korruptive pas gjithë kësaj ngjarjes që po e shohim këtu, kanë vendosur që gjithë qeveria ka dhënë në rast në konkret ka dhënë kryeministri, pastaj kur jep kryeministri bjen ka qeveria që shife është rasti i ngjajshëm me fishek zjarret të cilat e kanë ndezë diskoteken, që po shihen pamjet. Ka pas shumë të lënduar, shumë të vdekur. Ne kemi zgjedh jo për të arsytuar, as për kërkuar dorëheqjen e dikujna. Ne vetëm po dojna me thënë që të jemi profesional në punën tona dhe të mund të ndalim edhe të luftojmë korrupsionin. Korrupsioni luftohet jeton edhe duke denoncuar. Ma herët, nëse ke denoncuar, kanë thënë shpion. Tash, nëse denoncon për të rregullu mirëqenien tënde dhe të familjes dhe të fëmijëve që vinë pas. Sepse ne jetojmë në këtë shtet dhe talamat mohabetin që e përdorim na abet shteti. Jo, shtetin duhet me dasht, shtetin duhet me respektu, shtetin duhet me denoncu atë që e ke zgjedh ti, edhe me pas gjyqësi e cila e dënon atë që ka bë faj. Nështë pak u zgjata, Jo, ki të drejt, menoj që në Ballkan, kështu në përgjithësi, njerëz nuk besojnë shumë në institucionet gjyqësore. A thu pse? Është kriju ndër vite kjo që nuk besojnë në institucionet e drejtësisë, sepse ka procese të tërzgjatura, ka vendime të një anshme, ka vendime të pa drejta. Ka politike. Ka gjana që edhe vetë palës dëmtume nuk i shkon menja, deri ku i shkon menja palës e cila e ka bo domin. Dhe gradualisht në për vite është humb kredibiliteti i institucioneve të drejtësisë, sepse sikur që institucionet të drejtësisë ishin kanë vërtet të drejtësisë, njerëz të kishin denoncu
Edhe ishin frigu prej ligjit sepse vendoset e drejta në gjyq dhe nuk fiton e pa drejta ose ajo pala e dobt të ne në Ballkan fitojnë palët e forta, ata që i kanë kesh, që janë të fuqishëm ekonomikisht dhe e kanë humbë besimin qytetarët në drejtësi. Sepse në shumicën e rasteve, në shumicën e shteteve ka më shumë shtres së mesme dhe të ulët, se sa shtres që më mi përballu këtyne gjanave. Dhe kjo është kriju klim të na, është bo trend. Dhe tani ma ka shku duke rënë besimin e drejtësi. S'po flas veç për në Maqedoninë e Veriut, po flas në përgjithësi në Ballkan. Dhe konsekwencat këtë kësaj bien mbi barë ose mbi supet e njerëzve që potencialisht dalin për të dëfry pak ata të cilët kanë vendosur me jetun këtë den. Jeton, ne e nisëm me ambasadorën dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një mekanizëm që e quajnë lista e zezë. Listën e zezë e përdorin për të treguar institucioneve relevante në vend për njerëzit të cilët janë të korruptuar, e ndihmojnë korrupsionin, përzihen gjyqësi. A pe kupton Badil? A pe kupton, do të më ardh ata pe atjehet. Me tregu që filani është në listë. Se po e zem, hipotetikisht, po e marrëm shembull rastin e fundit Artan Grupi, kur farë damis më në të mi ba Amerikës. Edhe mënët me thonë Amerika, urdhëna, hajde, as një problem, as nuk vrehet. Nuk vreja, sheq. A po kupton? Aje ka qitë listë zezë për më na tregu neve. Po jo vetëm Artan Grupi, ne kemi... Jo, e mora si rast të fundit, sepse nuk kemi për qëllim ta denigrojmë askën dhe baza individuale. Jo, është shumë interesant që ne kemi edhe kryetar komunës aktiv që është listën e zezë. Po për shembull tani kemi një ministër që s'ju ka leju, s'ju ka dhënë viza. Viza për me shku në Kombët e Bashkuara, fatmirit. Po, dhe kemi shenja... Po nuk kemi për qëllim në raport me individin. Po menaj po e mora si shembull. Jo, ne kemi shembuj që po na jep Amerika edhe për te Atlantikut. Me tregu. Më na kallëzu që kë dhe kë janë të ju bo dëm. Të ju bo dëm juve, ju Amerikës. Edhe apet na grindemi nga pak kështu, edhe kem dilema. Kur të vije diçka për te Atlantikut, nuk do të bëme pas dilemë. Dhe ne e qojmë deri aty, se unë po i shoh në rrjetet sociale, populli i dashur, Maqedonia është në fatkeqësi, që tha jetoni ballkanike, dhe ndoshta prej luftrave që kanë ndodhur këtu është më e madhja, dhe ne nuk kemi nevojë që fatkeqësit t'i gjuajmë në anën politike e as nacionale, me komentet të cilat nuk në takojnë neve si shoqëri. Në për video që postohen në për rjetë shoh komente nga dyja palet, pa orë në vlerim? 30, okej? Të dyja palet, njerëzit kanë humbë më të dashurit e tyre. Jeton, po duka pak me shpejtu ritmin se kanë shku minutat. Do më thonë, Durmë Turs, 16 viktima jeton, kanë ndodhë edhe mendohet që ende kërkush nuk është nuk përgjes, po mendohet që autobusi nuk e ka kalu kontrolin teknik. Blerim propozoj na mujna me fol me pa si është rrekullis një animacion edhe në atë kohë ne kemi qenë live jeton, gazetari on ka qenë live dhe ka informuar gjatë gjithë kohës. Domethënë ka pas 16 viktima e shumë të lënduar, që kjo është autobusi që është rrëzu. Ka ik nga duart kontrolli i shoferit dhe i kalon autobanin edhe bjen në fshatin Laskarc. Tash, edhe këtu epilogu askush i dënon, viktimat po, të lënduarit po. Ne e potencum edhe në fillim të emisionit që edhe emrat, edhe kompanit të cilat janë të apostrofuara, ne nuk kemi asgjë me ta, po janë fakte. Animacioni jeton
rruga Tetov Shkup, vendi ku ka ndodhur aksidenti, autobusi ka qenë me një shpejtësi goxha të mirë, e ka humbë kontrollin, e ka lënë bankinat dhe bjen me një vend ku është goxha lartë, si lartësi. Është e rëndësishme që ta ngutim pak emisionin, jeton, ende s'ka epilog. Që fatë, atin që është problemi, fatkeqësia ndodhë dhe kjo nuk ka dilemë. Nuk po themi që gjithçysh ka korupcion. Abdin, gjithçysh se prapë lidhëm të qaja. Po që, në qofë se ti i ke kalu këtë testet në regull, probabiliteti për me ndodhë që kjo është shumë i vogël. Në qofë se autobusi është në regull, në qofë se i ka bo kontrola teknike me regull, është certifiku që është në regull, me besoni që nuk mundet me ndodhë, sepse është ras mundet miradhe shoferit me pas në i sulm, ose diçka të tillë. Po që na duhet mi përdor masat preventive për mos me mrit të kjo. A kujtohet fjala TYF? Po, TYF. Shikuesit tanë të cilët janë në Gërbet, në Gjermani, sidomos në Gjermani, kur shkojnë me e bë TYF-in, është një ceremoni jeton e cila goxha i shtrëngon. Shtrëngon këtë familje se peqojnë akerin me bë TYF. Sepse momentin kur e bën kontrollin teknik dhe ta jep vulën Gjermani për që e ke kalu kontrollin teknik, thot i ki 200.000 kilometra graj shlirë. Tash, ne ti e tha shumë mirë, fatkeqësia mund me ndodhë sepse ti je me kontrollim teknike, me gjitha dhe të vjen një guri për një kotër. Absolutisht, aja punë që s'marët. Aja është punë ati në maltë. Po, ne duhet të fillojnë ati shtrengojnë institucionet që kur ta jep TYF-in, me konë TYF për një me. Edhe ti e din që e ki TYF-in. Po, e tash nëse qohët uji ose asfalti prej ndërtoka ja fatkeqësit natyrore, maznejmë, ato e në punë që s'nalen. Po shkojmë jeton me spitalin modular, ndjekim pak kronikën Blerim e spitalit modular, sepse ngjarjet të cilat kanë ndodhur vetëm shtator të këtij viti, ndodhi tragjedia shumë e madhe në qytetin e Tetovës, ku humbën jetën plot 14 viktima, të cilët ishin të shtirë në spitalin modular të Tetovës për të kaluar sfidën e tyre me COVID-19. Mirë po në vend se të shëroheshin, ata gjetën vdekjen e tyre. Tani kanë kaluar plot më shumë se 7 muaj nga kjo ngjarje tronditse që tronditi vendin tonë e mbar shqiptarin, të gjithë ata që dëgjuan për lajmin tragjik që ndodhi në qytetin e Tetovës. Dhe ende, ky rast ndodhet pa epilog dhe përgjegjës pas këtij rastit ende nuk ka. Se kur do të kemi zhvillime të reja, shpresojmë që ky rast të mos vijojë si rastet të tjera dhe të jetë i pasgjidhur dhe të mos ketë përgjegjës për rastin e ndodhur. Jo, motër, nuk ka zgjedhje. Nuk ka zgjedhje. Materiali ka qenë i marrën për internet, ajo thot 7 muaj, u bën disa vjet, dhe ende nuk kemi. Edhe në seanca gjyqësore, ne e nisim muhabetin me kablin dhe kabli ka qenë fajtor. Spitali modular andez si pasoj e një kabloje kur mjekët kanë përdor për t'ja kthy jetën dikujna me elektroshokas. Nuk e di profesionalisht që shi thojnë, kërkojmë ndjes, po besoj shikuesit e din. E din, e tash kabli fajtor. Po ka dikush që e ka marru spitalin modular. Po, ka një kompani. Ai kur i ka thonë, që tu ka me përdor shti kablin 3 herë 2.5, a e ka thonë shteve 1 herë 2.5, ato se në 50 cent mëna metër në metër. Po, na i fitojnë një 2.000 herë. Jo, 50 cent mëna metër, me instalu këtë spitalin modular, neve na jesën ja 50.000 euro qëto. Po, edhe i ndojna me ato që vjen me kontrolu. Edhe kërkosh nuk mënet, edhe kur bëhet pranimit teknik, kërkosh nuk mënet me këshyr, a është 1 herë 2.5, a 2 herë 2.5, se këshyr, sepse që kjo është se edhe aj që vjen me bo pranimin teknik, edhe aja i korruptur, e don lekun. Na i sen këto. Edhe tani shkojnë njerës të më shëru për Covidit,
edhe na i kryna para se mi kry Covid-i. I kena kry para vaktit. Blerim, ne pëlqojmë kronikën e cila ka shku sot, ditën e ejte, për potencoj, për shkak se emisioni jonë transmitohet të shtunën dhe këtë javë kemi vendosë që të ejtën të agjirojmë. Çfarë ndodhi natën e fatkeqësisë, ma lësho kronikën që shikuesit besoj që këto ditë e kanë përcjell ngjarjet, po këto është pak e përmbledhur. Që po qarkullojnë në për rrjetet sociale nga momenti kur turma në klubin e natës Puls evakuohet nga zjarri, dëshmojnë edhe më tepër dyshimet autoriteteve se mungesa e planit për evakuim dhe daljeve përkatëse mund të jetë njëra ndër arsyet kryesore për numrin e madh të viktimave. Një vështrim planimetrik dëshmon se klubi ka funksionuar me një hyrje dalje dhe një derë emergjente e cila ka qenë mbyllur. E njëjta ka qenë shtuar pas kohe, përkatësisht është hapur më pas, por që nuk është përdorur. Vendi vetëm ku ka qenë evidentuar dalja ka qenë porta kryesore e objektit, ndërsa ngjitur me të, si objekt shtesë, mësohet se ka qenë tualetet dhe një hapësirë e cila ka shërbyer si zyre e personave përgjegjës. Kjo shtesë nuk ka pasur derë hyrëse nga jashtë, të paktën kështu shihet në plan të parë. Dera hyrëse ka qenë nga brenda objektit ku ka funksionuar klubi. Objekti ku ka funksionuar klubi i natës, Puls, është ndërtuar në vitin 1999. Plani i parë i vendit ku humbën jetën 59 persona nuk ka qenë i tillë, por ndër vite është ndryshuar. Ka funksionuar si fabrik për prodhime tekstili, ndërsa nga viti 2016 zyrtarisht është kthyer në klub nate. Në të dhënat publike në kadastrën, objekti figuron rreth 470 metra katror. Referuar hapësirës, klubi është dashur të ketë të paktën 10 aparate kundër zjarrit. Në mënyrë plotësuese, sipas prokurorisë, objekti nuk ka pasur as sistem hidrant dhe as alarm. Jeton, besoj që S'ki që ka folë ma shumë, s'ki që ka me folë ne... përveç që gazetarja ka përmbledh jashtëzakonisht saktë dhe qartë. Këto ditë shikuesit tanë kanë qenë të informuar detajisht mbi ngjarjet, jo vetëm në televizion, po edhe në rrjetet tona sociale, domethënë kanë përcjell ngjarjen. Thash edhe një herë një punë e shkëlqyer nga gjithë stafi i televizionit Alsat, që është bërë këto ditë, respekt për djemt dhe vajzat tona. Ne po shkojna me materialin që sot është bë edhe varrimi i disa viktimave në qytete të ndryshme, po kryesisht fokusi ka qenë në Koçan, sepse numri më i madh vjen prej atje. Blerim, shkojmë ta shohim varrimin e viktimave në Koçan. Familjar, shok e mira qytetar, në varrezat e qytetit të Koçanit, u adhan lamtumirën e fundit rreth 30 viktimave të cilët humbën jetën tragjikisht në diskotekën Puls. Derisa viktima tjera të njëjtës tragjedi janë varrosur në Shtyp, Strumic, Obleshev, Probishtip dhe Shkup. Për viktimat janë mbajtur ceremoni fetare, ku klerikët apo priftërinjt kanë mbajtur mesha dhe lutje përkatëse. Pamjet që flasin më shumë se çdo fjalë nuk do të harrohen gjatë në kujtesën e çdo njerit që sot me lot në sy përcjell më të dashurit në pakthim. Vetëm lule dhe fotografi me shirita të zinj mund të shihen në duart e kortezhit mortor. Mes të pranishmave ka edhe shumë të rinj, bashkëmoshatar të viktimave. Dhimbjen dhe vajen nuk kanë mundur ta përballojnë disa prej familjarëve të viktimave. Për këtë, ka pasur momente kur kanë ndërhyrë ndihma e shpejtë për shkak të përkeqësimit të gjendjes emocionale. Për ceremoninë e varrimit u kujdesën edhe organet e sigurisë, të cilët krahas rendit publik, u kujdesën që të respektohet edhe protokolli zyrtar i mediave për raportim nga ceremonia mortore. Për këtë, gazetarët gjatë ditës kanë raportuar nga distanca me qëllim të respektimit të privatësisë së familjarëve. Në gjendje gatishmërie për të ndihmuar familjarët kanë qëndruar vazhdimisht edhe ekipet e kryqit të kuq. Gjatë ditës së sotme, prokuroria njoftoi për moshën e 59 viktimave, ku shumica janë të rinj. Mes tyre ka 6 të mitur në moshë 16 deri 17 vjeçare, ndërsa 4 janë të moshës 18 vjeçare.
3 të tjerë janë të moshës 19 dhe 20 vjeçare. Prej 20 deri në 30 vjeç ka gjithsej 31 viktima, ndërsa prej 31 deri në 40 vjeç ka 10 viktima. Mes viktimave ka edhe 2 persona, të moshës 44 vjeçare, një të moshës 47 vjeçare dhe një 48 vjeçare. Lus Regjin që këtu në ekran t'i qetë emrat edhe ne do bëjmë një apel, jeton do e lëshojmë një video, sepse kjo temë nuk po diskutohet, një fatkesi që ka ndodhë e njëjtë, po në një aheng familjar, dhe vendi është në Irak, ku ka pas shumë njerëz të vdekun. Blerim propozoj ta shohim materialin se është i shkurt, edhe ta bëjmë një apel edhe për restoranet tona, edhe për kompanitë të cilat merren me huazimin e mjeteve piroteknike edhe mjeteve zbukuruese në përdarsme, sepse darsmet po afrohen, që të kenë kujdes, po e lusim edhe shtetin që të fillon seriozisht të shpeshton kontrollat dhe të shef se a janë njerëzit kompetent dhe të licencuar për të bërë fishek zjarre, zbukurime, sepse vetë publik i dashur, kur kam qenë në përdarsma dhe ka pas gjithat fishek zjarre dhe gjithat tym, shumë sinqerisht për jo thamë, me droj i kam kap fëmit edhe jam shku të dera deri sa kryaja ceremonia e zbukurimeve dhe nga friga që mund me ndodhë diçka. Ne po propozojmë jetën para se të mbyllim emisionin, ta shohim kamermanat e darsmës, kjo është gjirimi i kamermanave, vëlshohë blerim, kamermanave të darsmës që kanë qenë të e gjiru. Du të keni parasysh, publiki jam i dashur, që shpejtësia e zjarit nuk pyet, shife jetën. Dhe më thonë, në një aheng familjar ku kanë qenë shumë të ftun, jenë përdorë fishek zjarret, krejt është në rregull deri në momentin kur tavani i cili ka qenë prej cerade dhe prej harni e kap zjarre dhe shife. Shive shpejtësinë për hapjes së zjarrit. Jeton, besoj që duhet të japim edhe një porosi dhe të mbyllim emisionin sepse koha po ecë. Që të thadë Fadili, duhet të bëjmë kujdes në secilën fushë dhe në secilën moment. Tani po shkojmë edhe drejt sezonës se pranë verës, fillojnë dasmat, fillojnë ahengjet. Le të jetë kjo e fundit që ka ndodhë dhe mos ndodhin gjëra të tilla. Në qoftë se nuk vrejë dora shtetit të bëjmë për më të dashnit tonë, në mënyrën më të mirë të mundshme, të kujdesemi për sallat të dasmave, të eliminojmë në qoftë se s'kemi kushte preventive për mi ndalu këto zjarre, këto gjana, t'i lajmë edhe këto fishek zjarre se janë pothuajse komplet e panevojshme, mundesh mu martu edhe pa fishek zjarre, mundesh me kalu synetin edhe pa fishek zjarre, ty bën kërset gazepi. Me që s'mujna me i dalë zët, t'i lem gjërat e rrezikshme jashtë loje. Nëse si del zot, mos ta bëjmë heq. Publiki jam i dashur, kjo është edhe fundi i emisionit të 56, ne do shkojmë me emisionin e 57 javën që vjen me temat tona dhe me stilin ton të emisionit. Këtë emision jeton ja kemi kushtu viktimave dhe të lënduarve të tragjedisë që ndodhi në Koçan. Ndoshta pak ju rikujtum edhe disa ngjarje, jetoni e tha shumë bukur, jetoni e tha, s'ka lidhje mikrofoni, jetoni e tha shumë bukur
Nëse s'dina me ba, mos e ndihma. Nëse s'dina me përdor fishek zjarët, mos i merë. Nëse nuk e kitë në regull objektin, mos e korrupta. Se korrupcioni, kemi thanë, edhe po thojna në fund të emisionit, nisë që nga familja. Ne jemi të prirur mja dhanë djalit 100 dinar, i thojna meri qëto 100 dinar, se na po shkojna deri në qytet e ti mos u halit. Prej që aty e nisim, do më dhanë, lene korrupcionin. Njerëzit të cilët e kanë studiu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na kanë, që thot jetoni e tha me ato reklamat e këforit, na kanë qa kokën të të përsërit gjërat elementare. Korrupcioni është kancer, korrupcioni vret, korrupcioni shkatëron shoqëri, shtete, korrupcioni ban këta që u ba në Koçan. Korrupcioni bën sta emra. Natën e mirë. Natën e mirë.